për zbatimin e ligjit. Ajo është besu asaj. Po në qoftë se beson, në qoftë se Edi Rama beson me ndarje pushteti, pa mundësin ose pa ligjshmërinë e drejtësisë për të gjykuar, për të vendosur, për të dëshkuar antarë të degëve tjera të pushteteve kur ata shkelin ligjin. Atër, çfarë mbetet këtu? A e kuptoni ju se sa i rrezikshëm është ky njeri? Kundër standardeve të Venecias, edhe njerë, Venecia nuk ka asnjë gjykim, asnjë vlerësim për asnjë ministër që nga themelimi i këtij komisionit ndëruar gjerësor. Pse? Se nuk ka ministër të pa fytyrë, të pa cip, që pasi të kapet duke vjedhur dhe të akuzohet nga drejtësia të shkojnë në Venecia të kërkojnë strehim për të mbrojtur. Që nuk ka. Nuk ka shkuar. Nuk ka shkuar njeri. Po, Venecia ka vlerësime për nenin e pezullimit. Konkretisht, neni 117 të kodit procedurës penale të Kosovës. Në cili absolutisht e gjën plotësisht të përputhshëm me Konventin Evropian të drejtave të njerëzit, me Kushtetutën e Kosovës, por thekson që duhet të ruaj proporcionalitetin. Thekson duhet të ketë bazë ligjore, pra përcakton kushte të cilat në rastin e Ballukut jo janë mbushur, po janë stërpërmbushur. Pra, Venecia nuk është ngritur në mënyrë, nuk thot në asnjë këshill të saj se pezullimi i zyrtarit publik nuk ka të bëjë me ministrin. Në asnjë prej tyre. Kundër jurisprudencës së gjykatës europiane të drejtave të njerëzit. Mashtrim dhe vetëm mashtrim. Asnjë ministër nuk ka marrë mundimin pas pezullimit të ankohet në gjykatën, por ka dhënë dorëheqjen. Dhe vazhdon. Të pezullosh një ministër nuk do thotë pezullosh thjesht një individ, një funksionar publik të cili do nivel, po do të thotë të pezullosh një autoritet me fuqi ekzekutive vendimarrëse në një a më shumë sektor dhe kësaj ti pamundësosh ministrisë përkatëse të përfaqësohet në Këshillin e Ministrave dhe të propozojë qeverisë vendimeve. Mashtrim dhe vetëm mashtrim. I pa turp. Kur një ministër smuret 6 muaj dhe e pezullon i gjithë fuqishmi, është zëvendësi që përfaqëson ministrin në Këshillin e Ministrave, që bën propozim për vendime, që kryen detyrat e ministrit. Pra, me këtë që thot, pranon fajsin e vetë, sepse përpiqet të mashtroj publikun me çdo lloj argumenti, po u pezullua ministri, nuk ka kush sjell vendimet. Vendimet i sjell zëvendës ministri, po ai vet do pezullohet. Sepse lubia, 80% firmave në vend të kryeministrit janë të lubisë. Merrni pak. Çfarë do u thosh shqiptarëve ai kur të kërkojë gjykatës i pezullimit?
se s'ka kusht paraqes në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, po i paraqes zëvendësi. Ka diskutim. Nuk ka asnjë ministër në Shqipëri. Nuk është zgjedhur nga sovrani si ministër. As vetë kryeministri nuk është zgjedhur si kryeministër. Ka një vend në botë, një vend mund të ketë edhe tjera, se u them, po, ka Izraeli, në të cilin zgjidhet, votohet kryeministri në zgjedhje të përgjithshme. Dhe në mos gaboj, nuk e di presidentin e zgjedh nga Knesset apo e zgjedh nga populli, por kryeministri zgjidhet. Në Shqipëri jo. Jo. Kështu që ikë një kryeministër, s'ka si, çfarë ka këtu? E kuptoni ju se ku shkon nga të merri paniku dhe frika që ka? Çfarë mendoni ju? Se ky qanë hall në lubis, po ky nuk pyet për njeri në botë kur vjen puna për veten e tij. Sado që e ka keq përdor lubin në shkallë ekstreme, ai do ta lëshonte atë në lan 100 herë, por se lëshon dot se janë mesazhet në dosje në cilat është më delinkuent Rama se sa Lubia. Janë mesazhet. Edhe nuk janë vetëm dosje. Po. Pranaj ky konstitucionalisti i madh thot, pranaj ministri, rrin detyrë ose largohet nga detyra me dorëheqje. Dhe po s'da dorëheqje, rrin detyrë. Nga kryeministri, dhe po se hoqë kryeministri kur është bashkëfajtor me të, rrin detyrë. Apo in extremis në denim të formës së prerë sipas ligjit. Këto janë trillime dhe mashtrime. Komisioni i Venecias, me qenë se i referohet, nuk ka asnjë fjalë në asnjë rresht, në asnjë këshill për ministra, por pezullim mas të pezullimit e parashikon së pari për të mbrojtur të dhanat e hetimit, së dyti për të parandaluar i përsëritjen e të njëjtit krim. I ka të stipuluara në këshillën e vet. Kurse për Edi Ramën vetëm kur të dënohet, po ky është një kaq i inkriminuar, i ka humbur mendja këtij. Ky është shef veten, ky nuk flen më. E dini ju, e kam thënë dhe e them prapë këtu. Shkon një vdekur me një gjallë, keni parë, s'keni parë. Apo më mirë ta themi të ploti sa. Cili viu, kush kja bën ja bën vetiu. Keni parë, s'keni parë, shkon një vdekur me të gjallë. Hypur të dy në një kalë. Tani, gjajni vetë. Po kjo është e vërteta. Prandaj kishte dalë dje, unë i bëj thirrje, t'i hapin padi penale për presionin që bëri gjykatës. Dhe thot, pasi rrjedhton ato, apo in extremis me dënim të formës prerë sipas ligjit, tjetër nuk ka, thot. Prokurorit gjykatat nuk hyjnë fare në këtë mes dhe nuk e bëjnë kurse si këtë. Asnjëherë, askund në Europë, mashtrues shumë raste në Europë. Çfarë ti thuash? Ka turp ky, po i ka plas i ka plas nga Afrika, nga tmerri. Është i aftë të thotë shqiptarëve çdo gjë. Të thotë çdo gjë. Jep orientimin tani. Dëgjojeni.
gjykata kushtetuese të japë drejtim çështjes së kësaj rrugë të pashkelur askund në Europë, por me sa jemi informuar deri tani, askund në botë. Ky, po të mos jemi para një mashtrimi ndërkontinental, europian dhe ndërkontinental, nuk ja vlen të merresh me të. Janë kryeministra të pezulluar nga gjykata. Janë kryeministra që pasi është shpallë hetimi janë larguar. Janë ministra, një seri ministrash, që për mbrojtje të dhënave dhe parandaluar përsëritjen e akteve, janë pezulluar nga gjykata. Por, ka të drejtë në një pikë. Në një pikë ka të drejtë. Gjykata nuk mund të kishte vendim tjetër përveç arrestimit të Lubi Ballukut. Ajo edhe tani vazhdojnë të prishin provat me